Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 31 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky ju ftoj që t'i ndiqni. Mars. Ngjarje 1889 është hapur kulla e Eifelit. Lindje 1519 lindi Henry II, mbreti i Francës. 1596 lindi René Descartes, matematikan dhe filozof francez. 1675 lindi Papa Benedikti XIV. 1723 lindi Frederik I, mbreti i Danimarkës. 1935 lindi Richard Chamberlain, aktor amerikan. 1948 lindi Al Gore, politikan amerikan. 1962 lindi Olli Rehn, politikan finlandez. Vdekje 1621 vdiq Filipi III, mbreti i Spanjës. 1727 vdiq Isaac Newtoni, fizikant, matematikant dhe astronom anglez. 1855 vdiq Charlotte Brontë, letrare britaneze. 1993 vdiq Brandon Lee, i biri i Bruce Lees, aktor amerikano-kinez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Rovena Dilos, e cila është një këngëtare dhe prezantuese shqiptare. Ajo u lind më 12 i pestit të vitit 1973. Rovena Dilo është një këngëtare dhe autore këngësh e njohur, zëri së cilës është vlerësuar mes një brezi artistësh që i dhanë shumë skenës së muzikës shqiptare ndër vite. Ndonjëherë shkruan poezi dhe ka për hobi kërcimin, notin dhe kopshtarin. Me dekada karrierë muzikore, Rovena Dilo ka një repertor shumë të pasur në këngë, ku nuk mungojnë dhe çmimet në festivale të ndryshme. Filloi aktivitetin e saj publik në vitin 1990 si drejtuese e emisionit Mbrëmje Kulturore në krah të Adrian Krastës. Në spektaklin e fundit të këtij emisioni u dëgjua për herë të parë një këngë e incizuar në studion e Radio Televizionit e kënduar nga ajo. Për herë të parë ajo konkuroi në Tiranë në pranverë të vitit 1993 në këngët e Stinës dhe këndoi këngën Kur mos më lësh. Në vitin 1993 ajo merr pjesë në festivalin e 32 në RTS me këngën Kam frikë nga dashuria. Në dhjetor të vitit 1996, Rovena Dilo merr pjesë në festivalin e 35 në RTS me këngën Unë dhe koha. Në dhjetor të vitit 1997, ajo merr pjesë në festivalin e 36 në RTS me këngën Hape qiellin për mua. Në vitin 1998, Rovena Dilo merr pjesë në këngët e Stinës me këngën Qyteti im, gjithashtu merr pjesë në festivalin e 37 në RTS me këngën Fjalët e përtejme. Në nëntor të vitit 1999, Rovena Dilo merr pjesë në këngën magjike me këngën Jeta është e shenjtë. Gjithashtu merr pjesë në festivalin e 38 në RTS me këngën Më ndihmo të jetoj. Në nëntor të 2000-shit, Rovena Dilo merr pjesë në këngën magjike me këngën Bota e madhe është me ty. Gjithashtu merr pjesë në festivalin e 39 në RTS me këngën Ante i tokës time.
Në nëntor të 2001-shit, Rovena Dilo dhe Piro Çako marrin pjesë në këngën magjike me këngën Për një çast më ndali zemra, ku fituan çmimin e parë. Më 25 dhjetor të 2001-shit, Rovena Dilo publikon albumin e art Ante. Në dhjetor të 2003-shit, Rovena Dilo merr pjesë në festivalin e 42 në RTS me këngën 1000 zemra. Në vitin 2004, ajo publikon albumin Dorëzohem. Në dhjetor të 2007-s, Rovena Dilo merr pjesë në festivalin e 46 në RTS me këngën Rrëfimi. Në dhjetor të 2008-s, Rovena Dilo së bashku me Gent Bushpepën marrin pjesë në festivalin e 47 në RTS me këngën Siam Balad. Në dhjetor të 2009-s, Rovena Dilo merr pjesë në festivalin e 48 në RTS me këngën Për te kohës. Më datë 2 gusht të 2014-s, Rovena Dilo publikon videoklipin Jo. Në nëntor të 2014-s, ajo merr pjesë në këngën magjike me këngën Gjeje një tjetër. Në tetor të 2017-s, Rovena Dilo merr pjesë në këngën magjike me këngën Kele për mu. Në tetor të 2018-s, ajo merr pjesë në këngën magjike me këngën Majo në bashkëpunim me Onat. Në qershor të 2019-s, merr pjesë në Zambaku i Prizrenit me këngën Do të çmend. Në shtator të 2019-s, merr pjesë në këngën magjike me këngën Cinderella në bashkëpunim me Hitman dhe Rolla. Në korrik të 2021-shit, Rovena Dilo merr pjesë në Zambakun e Prizrenit me këngën Meduza. Në dhjetor të 2022-shit, ajo merr pjesë në festivalin e 61 në RTS me këngën Motit. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzierur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit aki. Aki është një frut që vjen kryesisht nga Jamaika. Fruti kombëtar jamaikan është fruti me ngjyrë të verdhë me fara të zeza. Aki është një frut shumë ushqyes i shëndetshëm, i pasur me vitamin A, zink dhe proteina. Ajo përmban acid linoleik, një acid yndyror i pangopur omega 6, i cili është një acid yndyror thelbësor që gjendet në aki, i cili nuk prodhohet në trupin tonë dhe është i nevojshëm për zhvillimin e membranëve në tru. Aki është një burim i mirë i yndyrnave të dobishme si acidet linoike, palmitike dhe stearike dhe ofron një burim të shkëlqyer të acideve yndyrore në dietën tuaj. Është besuar se sasia e lartë e yndyrave në aki rrit nivelin e kolesterolit, por hulumtuesit kanë vërtetuar se këto yndyrna janë të mira për shëndetin. Këto acide yndyrore të pangopura ndihmojnë në kontrollin e niveleve të kolesterolit. Aki përmban një sasi të lartë të fibrave dietike që janë të dobishme për ruajtjen e shëndetit të tretjes. Fibrat ndihmojnë në lëvizjen e dur të zorëve, duke parandaluar kështu gjendje të lidhura me stomakun, kapsllëkun dhe obezitetin. Gjithashtu zvoglon rrezikun e sëmundjeve të zorës së trashë dhe diabetit të tipit 2. Epilepsia dhe problemet të tjera nervore. Niacina është një vitaminë thelbësore e nevojshme për funksionimin më të mirë të sistemit nervor. Aki përmban një sasi të mjaftueshme të niacinës që ndihmon në shërimin e problemeve nervore si epilepsia dhe në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm nervor. Lëkurë e shëndetshme. Prania e shumë vitaminave dhe mineraleve në aki e mban lëkurën të shëndetshme dhe riparon kërcet. Vitamina C gjithashtu parandalon aknet. Folatet ndihmojnë në parandalimin e defekteve të lindjes, ndërsa mineralet si hekuri dhe kalciumi ruajnë nivelet e duhura të hemoglobinës në gjak dhe gjithashtu janë të mira për shëndetin e kockave dhe dhëmbëve. Gjithashtu, prania e të gjithë lëndëve ushqyese të nevojshme në aki ndihmon në shërimin e kushteve si ethet, ftohjet dhe edema. Ky frut jamaican është kërkuar për shumë përfitime popullore mjekësore. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 31 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje të her pas hershme shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me kushte të ngjashme dhe intervale të shkurtra kthjellimi.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 30 e 1 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje të dobta shiu. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale: Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.